Përmirësimi i mësimdhënies të nxënit dhe kërkimit në fizikën mjekësore në vendet e Evropës juglindore duke përdorur teknologji moderne, pedagogji inovative dhe praktik klinike është tema e projektit që zhvillohet në kuadër të programit Erasmus+ dhe ka për qëllim rritjen e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në fushën e fizikës mjekësore nëpërmjet integrimit të teknologjive bashkëkohore, metodave inovative të mësimdhënies dhe përfshirjes së praktikës klinike. Qëllimi i këtij projektit, siç tha dhe kolegja, është realisht sepse në përgjithësi në rajon ne kemi pak vështirësi në perceptimin e rolit të fizikantit mjekësor, veçanërisht të fizikantit mjekësor që punon në spitale, në pjesën e onkologjisë, në pjesën e radiologjisë, pra në të gjitha ato repartet e spitaleve që kanë të bëjnë me pjesën e rrezatimit, gjithësisht të pajisjeve diagnostikuese që përdorin rrezatim. Dhe pikërisht qëllimi i këtij projekti është që neve të fillojmë nga pjesa e edukimit të kuadrove të ardhshme të studentëve e deri tek pjesa e perceptimit dhe zbatimit praktik dhe klinik të fizikës mjekësore dhe të rolit të fizikantit mjekësor që kontribon për spitale. Mikaela Tinka nga Universiteti i Krajovës, e cila është koordinatore e projektit Erasmus, për qëllimin e këtij projekti deklaroi: I am here to participate in the launch conference of our project. Qëllimi i projektit është për të përmirësuar pjesën e kurikulave, mësimdhënies dhe zbatimit praktik dhe klinik të fizikës mjekësore dhe rolin e fizikantëve mjekësor në punën spitalore, deklaroi Mikaela Tinka. Realizimi i këtij projekti filloi më 1 nëntor 2025 dhe përfundon më 31 tetor 2028. Ai realizohet në partneritet me Universitetin e Krajovës në Rumani, Universitetin Aristoteli i Selanikut në Greqi, Universiteti i Plovdivit në Bullgari dhe Spitali Papa Georgiu i Greqisë në Selanik.